Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin orës 17. Ky vit ka shënuar një numër më të madh të birësimeve brenda dhe jashtë vendit. Drejtoresha e Komitetit Shqiptar të Birësimeve thekson se kërkesat janë të larta nga emigrantët shqiptar, ndërsa jo pak raste ka edhe nga nënat e vetme që kërkojnë të rrisin fëmijë. Përpjekjet gjithmonë më shumë për emancipimin e gruas, por edhe rënja e numrit të lindjeve, një problem ky global, ka ndikuar ndjeshëm edhe në uljen e numrit të fëmijëve, të cilët kërkojnë të birësohen. Alma Sulsterova, drejtoresha e Komitetit të Birësimeve, thotë se kërkesat vijnë të jenë të larta, veçanërisht nga emigrantët shqiptar. E gjithë puna që është bërë për emancipimin e vajzave, për fuqizimin ekonomik të tyre, për forcimin e familjes, ka ndonjë një rezultat pozitiv që shumë pak nga vajzat që kanë aksidente gjatë jetës vendosin të braktisin foshnjat e tyre. Pra, numri për këtë arsye është më i vogël. Kërkesat nuk janë të mëdha vetëm brenda vendit, nga çiftet shqiptare ose nga nënat e vetme, por dhe nga jashtë vendit, nga emigrantët tanë jashtë, por dhe nga të huajt. Nëse do t'i referohesha shifrave, këtë vit kemi realizuar më shumë birësime se sa vitin e kaluar, pra këtë deri në momentin që flasim, kemi realizuar 20 birësime. Kemi patur një birësim që ka qenë për mua një birësim që ka gëzuar të gjithë ne që merremi me këtë gjë, ku kemi arritur të birësojmë 3 fëmijë nga njëjta familje. Një familje e huaj i birësoi të 3. Sulsterova ndalet edhe tek rastet e shtuara nga nënat vetme që janë të gatshme të birësojnë një fëmijë. Ka shumë kërkesa pafund nga nënat e vetme, të cilat ndjen depozitat forte ekonomike, gjithmonë e më tepër kuptojnë që janë pavarura. Kur shikojnë që gjërat kanë ecur mirë me ato që e kanë bërë më përpara, është një nxitje kur modelet që ekzistojnë edhe që janë për dhe publike. Unë fakti kam pyetur dhe për kur kam pasur mundësi dhe i kam thënë që nëse ty të shfaqet një mundësi për një partner edhe për një martesë, do me të nuk mendon që kjo mund të jetë një pengesë, edhe më shpërgjirë një dhe më ka ngelur në mendje, dua ta them që ta nëse ai partner nuk do të më pranojë bashkë me fëmijën, ai nuk është partner i dur për mua. Mbërvajtja e çdo rasti monitorohet për 2 vite me radhë nga komiteti, të cilët mbajnë kontaktet vazhdueshme me familjen birësuese. Ndërsa për birësimet që ndodhin jashtë vendit, është agjencia ndërmjetësuese, ajo që ndjek ecurinë e jetës që ka çdo fëmijë pas birësimit të tij. Isuf Jaçaj mbeti i vrarë të shtunën në mbrëmje në Sarand pas shpërthimit me tritor të automjetit të tij. 58 vjeçari njihet si person me precedent penale, ndërsa edhe djali i tij në korrik të këtij viti i hollën makinën në erë pas përfshirjes në një plagosje me armë zjarri. Një atentat me eksploziv ndodhi në orët e mbrëmjes së të shtunës në Sarand, ku viktim mbeti Isuf Jaçaj. 58 vjeçari ishte në makinë lagje numër 3 të qytetit kur automjetit ka shpërthyer pas vendosjes së një sasie lënde plasëse, e cila gjithashtu shkaktoi dëme të shumta materiale tek bizneset përreth. Viktima ishte një person me precedent të mëparshëm penal, ndërsa në qytet njihej me emrin Bushi. Më herët ai kishte shpëtuar një tjetër atentati me armë zjarri, po në lagje numër 3. Jaçaj është babai 31 vjeçarit Klaus Jaçaj, i cili ndodhet në burg për përkraje të autorit të krimit, për plagosjen me armë zjarri të Gëzim Hajdarajt dhe Ernest Lamës në 17 korrik të këtij viti në Sarand. Pas kësaj ngjarje, djalit të viktimës ju shkatrua makina me eksploziv. Prokuroria e Sarand dhe policia kanë ngritur grupin hetimor për zbardhur vrasjen e Isuf Jaçajt, pa përjashtuar në pista dhe hakmarrjen për plagosjen e dyfisht, ku u përfshi djali i tij. Kohët e fundit Isuf Jaçaj punonte në sektorin e turizmit. Rreth 9.5 miliard lek vlerësohet e jetë bilanci i dëmeve nga zjarret e kësaj vere në Bashkinë e Delvinës. Ato janë kryesisht në bujqësi, banesa, pyje dhe kullota. Me paraqitjen e raportit përfundimtar, pritet ndërhyrja e qeverisë. Pas situatës së vështirë me zjarret gjatë muajve korrik dhe gusht, të cilat shkaktuan dëme të mëdha në Bashkinë e Delvinës, kryesisht në bujqësi dhe në banesa, bashkia ngriti menjëherë 4 grupe konstatimi për të evidentuar situatën. Tashmë është mbledhur grupi i vlerësimit të dëmeve, i cili ka arritur në një vlerësim paraprak prej afërsisht 9.5 miliard lekësh. Ne e kemi marruar procesin e konstatimit
të dëmit që është shkaktuar në bashkinë e Delvinës. Tani është ngritur grupi i vlerësimit të dëmit, që vlerë leku. Ne kemi arritur në një vlerësim para prak për pravërsisht për të. Që është avërsisht tek 9 miliardë e gjysmë lekë. Pak a shumë, ky është dëmi që është shkaktuar në bashkinë e Delvinës. Me njerë pas vlerësimit të saktë të dëmeve, pritet që qeveria t'ju vinë në ndihmë banorëve që pësuan dëme, duke garantuar mbështetje për rimëkëmbjen e tyre. Qeveria është e gatshme për një herë sa të marrojmë këto proceset e vlerësimit të saktë, do të analizoj qeveria dhe me sa do ndihmoj. Do filloj në fillim me shtëpit, duke i ndërtuar shtëpit vetë, jo t'u japim njerëzve lekët, po ashtu me blegtorin. Pasandaj bujqësia, se bujqësia ka një fond shumë të madh, është rreth 7 miliardë lekë, është vetëm bujqësia, dëmi që është shkaktuar. Me ndihmën e qeverisë dhe mbështetjen nga institucionet lokale, banorët e Delvinës do të kenë mundësi të rikuperojnë humbjet, të rindërtojnë pronat e dëmtuara dhe të rikthejnë normalitetin në jetën e tyre të përditshme. Shkodra është një nga qytetet që është përballur me pasojat e ndryshimeve klimatike në dekadën e fundit, me përmbytje në dimër dhe zjarre në verë. Eksperti i mjedisit Ervis Krymbi vlerëson ndërgjegjësimin dhe masat që janë ndërmarrë, por thotë se duhet bërë më shumë. Ndryshimet klimatike kanë patur ndikimin e tyre në Shkodër përgjatë dekadës së fundit. Dimrat kanë sjellë përmbytje të përsëritura duke dëmtuar banesat, toka bujqësore dhe infrastrukturën, ndërsa stinët e nxehta janë shoqëruar me rritje të rrezikut nga zjarret në pyje dhe zonat të banuara. Eksperti i mjedisit Ervis Krymbi thekson se këto fenomene nuk janë më të rastësishme, por pasojë direkte ndryshimeve klimatike. Përmbytjet e një pasnjëshme të cilat kanë ndodhur që le ta qymë këtë dekadën e fundit nga 2010-a, 2011-a, 2018-a dhe ajo fundit 2021-shi, luhatjet e temperaturave jashtëzakonisht shumë të madhe, rreshjet të cilat grumbullohen në harkun kohor të 72 orëve dashe pa dashe, domethënë tregojnë që kemi një ndryshim të ciklit jashtëzakonisht shumë të madh dhe impaktet negative në territor nuk kanë qenë të vogla. Megjithatë, Krymbi vlerëson faktin që vitet e fundit është arritur ndërgjegjësimi dhe janë ndërmarrë disa mase konkrete për përballimin e këtyre sfidave, por duhet bërë më shumë. Janë të marrë disa masa të caktuara drejt për së drejti në terren, thash për fenomenin e përmbytjeve në mënyrë të veçantë, sidomos pjesa e argjinaturave, kontrolli i kanaleve të para, të dyta që është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë, dhe kjo është diçka shumë pozitive. Kombinimi i përmbytjeve në dimër dhe zjarreve në verë e bën Shkodrën një zonë të ekspozuar ndaj pasojave të drejtpërdrejta të klimës, por ekspertët shpresojnë që masat e marra dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve të ndihmojnë në përballimin e këtyre sfidave në të ardhmen. Njësia administrative Rethina në Shkodër prej vitesh ka qenë ndër zonat më problematike sa i takon vend grumbullimit të inerteve. Nga 10 hotspote inertesh që u evidentuan në njësinë administrative disa muaj më parë, sot janë vetëm 2 të tilla. Nga 10 hotspote inertesh që u evidentuan në njësinë administrative Rethina të Shkodrës disa muaj më parë, sot janë vetëm 2 të tilla. Pastrimi i tyre kryhet në mënyrë periodike, thot administratori Gerald Hasaj. Para disa kohësh ka pas mbi 10 hotspote. Sot aktualisht kemi vetëm 2, që janë problematik tek vorret e dëshmorëve dhe një pjesërisht fusha aviacionit. Me pastrimin po procedohet edhe firma kontaktuese ka qenë serioze dhe është shumë, jemi edhe komuniteti edhe ne shumë të kënaqur. Në aksin nacional shërbimi i pastrimit është i përditshëm, ndërsa në fshatra bëhet 3 deri në 4 herë në javë. Itinerari i pastrimit rruga nacionale dhe disa fshatra shkryhet çdo ditë. Disa fshatra të tjera një ditë po një ditë jo. Kemi 2 të ndarë në 2 pjesë. Fshati Bardhaj dhe Hot janë nga njëra anë, paguhet kryet 3 herë në javë, kurse fshatrat Golem, Dobraç, Shtojëri, Shtojvjetër kryet një ditë po një ditë javë. 2 pikat më problematike sa i takon hedhjes së inerteve mbeten varrezat e dëshmorëve dhe zonat e kish fusha aviacionit, zonat që janë pak të populluara dhe duket se favorizojnë edhe veprime të paligjshme për individ apo subjekte të caktuara, ndonse disa herë institucionet kanë lajmëruar se do të ketë penalitete për çdo kënd që hedh mbetje në vende jo të lejuara.
Mjekja Raimonda Sinani ndan për shikuesit tanë betejën e saj me kancerin e gjerit. E diagnostikuar në vitin 2016, kjo grua zgjodhi të mos dorëzohet. Me forcë, kurajo dhe mbështetjen e familjes dhe kolegëve, mjekja e përgjithshme e fitoi këtë betejë. Raimonda Sinani, mjekë e përgjithshme në Gjirokastër, është gruaja që në vitin 2016 u përball me një nga diagnozat më të vështira për çdo grua, kancerin e gjirit. Megjithatë, ajo zgjodhi të përballet me këtë sfidë me forcë dhe buzëqeshje. Faktikisht unë e kam zbuluar me vetë kontrollin tim, pastaj me një eko dhe një mamografi, dhe pastaj kuptohet në fazën e hershme. Bëhet fjalë për vitin 2016. Duke sikur kur diagnostikohesh me një sëmundje të tillë është fundi për çdo gjë, mbaron jeta, por në fakt nuk është ashtu. Unë ja them gjithnjë edhe pacientëve të mi që çdo gjë që kapet sa më herët të kapet është shumë mirë, ke shpresë deri në momentet e fundit. Diagnozat ishin tepër të rënda, por pjesa më e vështirë për të ishte tua komunikonte familjarëve. Më dhimbte për brenda që duhet të thoshja një lajm të tillë. Burin e kisha në krah, më i fortë si tip. Mamaja kuptoi se tani që jam nën vete kuptoi se sa e dhimbshme është. Edhe çuna gjithashtu. Të tërë u mërzitën jashtë mase, por të thash me optimizmin tim, u jepja forcë dhe atyre. Sot ajo ka një mesazh të fuqishëm për të gjitha gratë dhe jo vetëm për to. Zbulimi i hershëm bën diferencimin. Parandalimi është forca jonë. Shumë gra që e kanë zbuluar që në fillim, mes tyre jam edhe unë, sot jetojnë shëndetshëm, qeshin, përqafojnë, realizojnë ëndrat e tyre. Kontrolli nuk është fundi, përkundrazi është shpresë e madhe. Kontrollet periodike, vetë kontrolli dhe vizitat te mjeku janë mënyra më e mirë për të shmangur jo vetëm pasojat shëndetësore, por edhe ato emocionale dhe ekonomike që sjell një sëmundje e tillë, thot mjekja. Ashtu si që është bërë tradit për e vitesh, Bashkia e Korçës ka organizuar në fshatin Dvoran të Korçës festën e modës, një aktivitet që synon promovimin e produktit të kultivuar nga vetë fermerët, por edhe promovimin e vetë fshatit. Është zhvilluar në fshatin Dvoran të Korçës festa e mollës, një traditë e përvitshme e organizuar nga Bashkia e Korçës për të mbledhur bashk fermerët të cilët kultivojnë mollën. Si vjetë ka qenë një prodhim i kënaqshëm, pavarësisht se kaluam një krizë në muajin mars, prill, një ngritje të madhe, 80% produktit e kemi okay. Kemi sjellë disa varietete të mollës, Golde, Starking, Grasmir, Fuji dhe Ranet Kanadeze. Kemi edhe disa lloje tjera. Prodhimi si vjet ka qenë i pakët për arsye të ngritjeve. Fermerët tregojnë se edhe çmimi i shitjes së mollës ka qenë i kënaqshëm këtë vit. Tregu është mirë si vjet, është shumë mirë, jemi shumë të kënaqur. Si cilësi e parë dhe varieteti dhe cilësia e dytë për industri po ecën me çmim të mirë. Tregu shumë i mirë është si vjet. Shitet shumë shpejt, shumë tash. Tregu është i mirë sepse është sasia shumë e ulët. Ka shumë pak prodhim si vjet, ka si vitet e tjera. Të pranishëm kanë qenë edhe autoritete vendore si dhe qytetarë të shumt, të cilët kanë qëndruar gjatë në një atmosferë festive të krijuar. Unë bëra një takim me gjithë fermerët që janë pjesëmarrës sot edhe ata janë përtej pritshmërive që prisnin sot, pavarësisht kushteve të motit edhe ngritjeve që ndodhen gjatë periudhës të çeljes së mollës, por është mirë. Mua jam optimist edhe më vjen shumë mirë që edhe këta fermerë qoftë me ndihmën e bashkisë, po dhe me punën e tyre, janë në këtë gjendje sot që është më mirë se sa vitet e tjera. Në këtë panajir janë prezantuar edhe 9 produkte të mollës, ndërsa banorët kanë shijuar edhe një koncert ku kanë performuar artistë të njohur të zonës. Wine and Stories është festivali i verës që për të 4-tin vit Ralla Arzi organizohet në qytetin e Beratit. Ky organizim mbledh përfaqësues të mbi 50 kantinave nga Shqipëria, Kosova dhe komuniteteve arabëreshë në Itali, ndërsa ekspozojnë prodhimet e tyre për degustatorët dhe shërbimin e eksperiencave. Një gotë verë dhe histori për të rrëfyer. Me këtë moto, mbi 50 kantina vere nga Shqipëria, Kosova dhe komuniteti arbëresh në Itali janë mbledhur në qytetin e Beratit për 3 net me radhë. Qyteti 1-1 dritareve do të shndërrohet në vend takimi me dashamirësit e verës. Të pozicionuara në sheshin qendror të qytetit, kantinat kanë ekspozuar prodhimet e tyre për të degustuar shumëllëshmërinë e shijeve.
Është hera e parë që jemi prezentu, kemi ndëgjuar shumë për Beratin dhe Wine and Story, nga kolegë të cilët kanë qenë disa herë ravazi, edhe këtë vit ne kemi vendosur që t'jemi përfaqësues, domethënë ta prezantojmë verën tonë këtu. Neve i kemi bërë gati 2 mostra, domethënë do të garojmë me një Chardonnay dhe një Cabernet Sauvignon, domethënë ishim në dieni që është edhe gara, e dim që konkurenca është shumë e fuqishme. Oh, it's very good. Nuk e dija që vera është kaq e famshme në Shqipëri, derisa erdha këtu. Sot është ftohtë, por shumë bukur. Po provojmë verën dhe është shumë e mirë, plot shije. Këtu është shumë bukur, mund të shijojmë lloje të ndryshme verërash. Në një atmosferë ku nuk ka vetëm shijim të verës, por edhe garë konkurruese për vendin e parë mes kantinave, ky festival, i konceptuar për të promovuar verën shqiptare, synon të forcojë më tej turizmin elitar dhe agroturizmin e qytetit, duke u shoqëruar nga tingujt muzikor, si dhe organizimin e panajireve. Berati është një ndër qytetit i cili ka numrin më të madh të turistëve të huaj. Ky vit shënon rekord vizitash. Vetë Muzeu Onufri pati 85.000 vizitorë në 9 muaj. Polakët dhe francezët mbajtën rekordin, ndërsa harta përfshin edhe spanjollët, italianët, gjermanët, amerikanët e tjerë. Historia mira vjeçare e Beratit prej vitesh ka marrë interesin e të huajve, por 2025 duket se ka qenë më e begata. Ester Gjindi, udhërrëfyese për turistët, tregon për këtë interes në rritje. Grupi që unë kam këtu është grup spanjoll, por gjithashtu kemi edhe grupe gjerman, grupe francez, italian, çdo ditë edhe më shumë shtohen turist nga e gjithë bota. Të vizitoja Shqipërinë ishte një nga dëshirat e mia që kur isha fëmijë, dhe ja ku bë realitet. Erdha në Shqipëri. Kisha një libër në shtëpi me të gjitha kryeqytetet e botës kur isha i vogël, dhe Tirana mu duk tërheqëse. Ajo më dha shtysën për të ardhur këtu. Është më e bukur se fotografia. Besoj se do të vi përsëri. Jam nga Spanja dhe vi për herë të parë në Berat. Dje erdhëm në Shqipëri dhe sot po vizitoj Kalan e Beratit, muzeut dhe kishat pensjetare. Do të qëndroj 15 ditë dhe pastaj do vazhdoj një tur tjetër në shtetet ballkanike. Historia e këtij vendi është e veçantë dhe gjithçka duket bukur këtu. Muzeu Onufri është më i vizituari. 19.000 turistë kanë vizituar muzeun ikonografik vetëm në muajin shtator, duke shënuar një rekord të deri tanishëm, ndërsa që nga janari kjo shifër është 85.000. Përsëri rekordin e mbajnë vizitorët nga Polonia, vizitorët polak që gjatë gjithë vitit, kryesisht sezonin e verës, ata vinë të organizuar në grupe, nga agjenci, por dhe individ. Surprizë këtë vit ishin numri i lartë i vizitorëve francezë, të cilët nuk kanë munguar asnjëherë në muzeun tonë, por si këtë vit ka qenë një vit, le të themi, ndryshe nga vitet tjera. Rezervimet kanë mbushur hotelet edhe për vjeshtën, të cilët vështojnë kapacitetet akomoduese për të përballuar fluksin. Në Gjirokastër, aerodromi i qytetit po kthehet në një pikë tërheqëse për sportet ajrore. Parashutistë dhe pilot nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës zgjedhin këtë destinacion për të zhvilluar fluturimet spektakolare. Këtë të diel ishte planifikuar një aktivitet i madh, por kushtet atmosferike penguan një pjesë të pjesëmarrësve. Aerodromi Gjirokastrës po kthehet në një nga destinacionet më të preferuar për adhuruesit e sporteve ajrore. Renis Tershana, presidenti Federatës Shqiptare të Sporteve të Ajrit, u shpreh për mikrofonin e RTS-s se ishte planifikuar që këtë të diel të zhvillojë një spektakël fluturimesh në qiellin e Gjirokastrës. Rreth 30 profesionistë ishin parashikuar, do kishte edhe parashikimi për skydiving, të cilën anullum, po kjo është gjëja më normale në këtë fushë, mund bëhet javës tjetër, mund bëhet mas 2 javësh, kështu që kur të organizohen prapë. Është herë e disat që organizojnë fluturime në Gjirokastër. Pilotët shprehen optimist për këtë aerodrom, i cili ofron një panoramë mbreslënëse. Është hera ime e disat që vinë në Gjirokastër vetë personalisht. Do të kryen disa fluturime sot përshëndetëse në mënyrë demonstrative për të treguar që fusha është në kushtet e duhura, optimale për të kryer këto lloj fluturime, shkoa është në favorin ton. Pista gjithashtu është në kushtet optimale për të bërë fluturime trajnuese me ultralight, do të thotë super të lehtë, avion si ky që keni përballë jush, që mund të ngrihen ulen në këtë lloj fushe. Gjithashtu bën ftesë
dhe mirëpret çdo investim të aviacionit civil shqiptar në fusha të tilla, të cilat nuk duan shumë kosto qoftë ndërtimi ose dhe mirëmbajtje më vonë. Zhvillimi i sporteve ajrore në Gjirokastër ndikon pozitivisht në rritjen e turizmit dhe zhvillimin e ekonomisë lokale. Për herë të parë në Shqipëri organizua Koncili Federal i Guidave dhe Skautove të Europës. Organi më i lartë drejtues i kësaj organizate, takimi mblodhi në Shkodër drejtues dhe antar nga e gjithë Europa dhe për herë të parë edhe nga Amerika dhe Kanadaja. Për herë të parë në Shqipëri u organizua Koncili Federal i Guidave dhe Skauteve të Europës, organi më i lartë drejtues i kësaj organizate. Dita e dytë e aktivitetit u përmbyll në Shkodër në fshatin e Paqes në Tarabosh. Ky takim ka mbledhur drejtues dhe antar nga gjithë Europa dhe tani për herë të parë dhe nga Amerika e Kanadaja për të diskutuar zhvillimin, programet dhe strategjitë e ardhshme të skautizmit dhe guidave. Scouting is so important for our children. Skautizmi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për fëmijët tanë. Ai ofron atyre mundësinë të rriten në miqësi. Voilà, mon nom est Claire Desplaines, je viens de Belgique. Unë jam Claire Desplaines, vin nga Belgjika. Erdha në vitin 1997 për të ndërtuar kampe me të rinjt në Shqipëri. Gjeta një Shqipëri dhe të rinj shqiptar që kishin nevojë për ndërtim në një vend që kishte vuajtur shumë. Të rinjt tanë sot janë ndërtuesit e së nesërmes. Mendoj se është thelbësore të ndërtojmë një vend. We are, by the way, 75,000 scouts and guides. Ne jemi ndër të tjera 75,000 skaut dhe guida në mbar botën, pra siç thash në Europë dhe Amerikë. Dhe mendoj se për mua rëndësia kryesore e skautizmit, të paktën e skautizmit tonë në botë është se fal skautizmit, fal aventurave në natyrë, ne nuk shohim vetëm aftësitë e fëmijëve, gjë që është e rëndësishme sigurisht, dhe gjithashtu një gjë është shumë e rëndësishme, i largojmë ata nga telefonat e tyre. Ky koncil është një mundësi e rëndësishme për të promovuar vlerat e edukimit jashtëshkollor, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe zhvillimin personal të të rinjve përmes skautizmit, duke i përgatitur ata si qytetar të përgjegjshëm dhe lider të së ardhmes. Kuajt në bjeshkët e Kallabakut në Shishtavec janë një ndër pasuritë e jashtëzakonshme e këtyre anëve. Ata që merren me hipizëm thonë se kullotat janë trajtimi i dur për të ripërtërir kuajt. Arjan Rugji ka mbi 30 vite që ja ka kushtuar kohën e tij kujdesit ndaj kuajve. I kanë vënë emrin Paton dhe është njëri prej kuajve të racës më të mirë të vendit. Është rritur në bjeshkët e Kallabakut, por prej vitesh trajtohet dhe aktivizohet pranë Federatës Shqiptare të Hipizmit. Arjan Rugji, antari i federatës, thotë se Patonin e sjellin çdo verë në vendlinjen e tij. Duke qenë se vera në Tiranë është e nxehtë, është dhe sikletshme për kuajt, këtu vjen dhe rinovohet kali. Në këtë ajër të pastër, në ambient që ka një kullot natyrore me cilësi shumë të lartë, tani vjen dhe i nënshtrohet një sezoni stërvitor, më cilësor, është më i fuqishëm, është më i qelur. Normalisht vjen dhe futet në disiplinë, kjo është ajo që duhet thonë, por që i vlen për kali. Arjani thotë se kuajt e fisnikërojnë njeriu. Kali e fisnikëron shpirtin e njeriu. Ai njeri që ditë sillet me te, ai që ditë ta trajtoj si veten, ai që ditë ta trajtoj me dashuri dhe me kujdes, ai vërtet bëhet fisnik. Shishtavecin e rendit ndër trevat që kanë tradit aktivitetet me kuajt, ndaj shpreson që të kthehet në një qendër rajonale të hipizmit. Federata organizon rregullisht aktivitetet sporteve me kuaj dhe do të ishim shumë të lumtur që zona juaj, veçanërisht zona e Shishtavecit që ka një trashëgimi të sporteve me kuaj, të ishte një nga epiqendrat e veriut apo e verilindjes për ta ringrit këtë sport. Në bjeshkët e Kallabakut janë një pasuri e jashtëzakonshme e këtyre anëve dhe interesi për trajtimin e tyre dhe për aktivitetet të tilla do i japin një tjetër dimension edhe zhvillimit të turizmit. Në Gjirokastër, me afrimin e datës së nisjes së Universitetit, kërkesat për banesa me qira nga studentët rriten ndjeshëm. Çmimet e larta dhe preferenca pronarëve për t'i dhënë banesat familjarëve apo në platformën për turistët e bëjnë më të vështirë gjetjen e një vendbanimi për ta. Tashmë që universiteti fillon në Gjirokastër, kërkesat nga studentët për banesa me qira po rriten ndjeshëm. Çdo vit ky fenomen përsëritet pasi shumë studentë të rinj kërkojnë vendbanima për ambienteve universitare. Sipas agjentëve të pasurive të paluajtshme, edhe pse kërkesa për banesa është e lartë, shumë studentë përballen me probleme.
Kemi apartamente me qira aktualisht, por çmimet janë shumë të shtrenjta, nuk arrin dot që t'i marrin. Pastaj dhe një pjesë e familjarëve, problematika tjetër është që nuk punojnë shumë me studentë, nuk duan që t'i japin studentëve sepse jo prishet, jo. Pastaj nuk e ka se më marrëveshje një vjeçare, punohet me 6 muaj, bëjnë 2-3 veta dhe nuk është ajo pjesa e merakut më saktë të shtëpisë. Në Gjirokastër, pjesa më e madhe e apartamenteve është regjistruar në platformat e bookingut, duke funksionuar kryesisht për turistët. Ata individ që punojnë në apartamentet e tyre në booking nuk i heqin, vazhdojnë akoma dhe sezonin e dimrit, që janë të vendosur aty, sikur dhe 2-3 herë ta japi gjatë sezonit. Për mua është mjaftueshëm, thotë një familje që me ato mbahet. Dhe kështu që e shikon si fokus më tepër bookingun se sa pjesën e qirasit i pikoj pak. Studentët që kërkojnë banesa duhet të tregojnë të kujdesshëm dhe të fillojnë kërkimin që tani për të siguruar një vend banim të përshtatshëm. Sipas ekspertëve, zgjedhja më e mirë është të kontaktojnë agjenci të besueshme dhe të jenë gati për të negociuar çmimet. Në Korçë po zhvillohen një sër aktivitetesh kulturore që synojnë të afrojnë të rinjt me artin dhe të nxjerrin në pa talentet e tyre. Aktualisht, gjimnazistët korçar po përgatiten për festivalin e teatrit të rinjve, ndërsa shumë shpejt do të nisin edhe provat për eventet të tjera, mes tyre Festivali i Zërave të Rinj, që këtë vit organizohet për herë të parë. Gjatë këtij viti në Korçë janë zhvilluar një sër aktivitetesh kulturore me qëllim nxitjen e të rinjve drejt artit dhe zbulimit të talenteve të tyre, pas suksesit të festivaleve të konsoliduara, si Rinj Show, Festivali i Teatrit të Rinjve dhe Festivali Koral. Për herë të parë do të organizohet edhe Festivali i Zërave të Rinj. Drejtoresha e Qendrës së Kulturës dhe Inovacionit, Blerta Belliu, theksoi se këto iniciativa kanë si synim jo vetëm aktivizimin e të rinjve, por edhe ruajtjen dhe gjallërimin e traditës artistike e kulturore të qytetit të Korçës. Ky ka qenë viti i të rinjve, e kam quajtur unë, sepse përveç Rinj Show që ju e dini, kemi festivalin e teatrit, kemi festivalin Koral, që fillon punën në nëntor dhe shfaqet në muajin dhjetor, në muajin e festave, kemi dhe një festival që do ta zbuloj sot për të parë, Festivali i Zërave të Rinj. I si do të jetë një festival ku do të këndojnë artistë të rinj që janë amator, gjysmë profesionistë dhe profesionistë, sepse kemi shumë të rinj që kanë studiuar në Akademinë e Arteve për kanto dhe janë rikthyer në Korçë. Do ta bëjmë me një band live, do të jenë njerëz që do të merret një staf i madh për të nxjerrë notat me parte, pra do të jetë edhe kjo diçka profesionale. Aktualisht po zhvillohen përgatitjet për Festivalin e Teatrit të Rinjve, ku gjimnazistët korçar do të ngjiten në skenë për të sjellë interpretimet e tyre. Paralelisht, shumë shpejt do të nisin edhe përgatitjet për eventet e tjera. Në Kukës, tetori i librit vjen me një nismë të re nga Biblioteka Agim Spahiu. Aktiviteti që synon afrimin e të rinjve me librin ban titullin Një faqe në ditë, lexo dhe shpërndaje. Në bashkëpunim me mësuesit, po zhvillohet orë leximi me nxënësit në disa shkolla të qytetit. Në kuadër të muajit të librit, Biblioteka Agim Spahiu në qytetin e Kukësit ka ndërmarrë një nismë të re me titullin Një faqe në ditë, lexo ndaj shpërndaj, me synim për të nxitur kulturën e leximit tek të rinjt. Tetori i librit e gjejmë bibliotekën me nismën Një ditë, një faqe, lexo ndaj shpërndaj. Këtë javë do vazhdojmë takimet me gjithë drejtuesit të shkollave 9-vjeçare kryesisht. Edhe do bëjmë thirrje që secili prej klasave nxënësve që lexon një ditë, një faqe, mundet me publiku rrjetet sociale dhe me na bënë neve tak si bibliotekë. Kjo besoj do shtrihet edhe në shkollat njësoj administrative. Arbër Palushi, specialist pranë bibliotekës, theksoi se interesi i nxënësve është i lartë dhe se aktivitetet të tilla ndikojnë drejt për drejt në afrimin e të rinjve me librin. Këtë vit me nisma të reja që kemi ndërmarrë, numri lexuesve është rrit, edhe për ne është shumë e rëndësishme kjo gjë, edhe pasurimi që është bibliotekës ka ndikuar te kjo rritja e numrit lexuesve. Po nisma të tilla normalisht janë shumë të mira për me arrit me treguar rëndësinë e librit edhe me arrit atë dëshirën për me lexuar, se normalisht vite fund ka një rënje perfekte të ndryshme, faktorë të ndryshme si teknologjia e tjerë.
Muaji tetor njohet ndryshe si muaji i librit që në një periudhë të rëndësishme në kalendarin kulturor, me aktivitete që synojnë të promovojnë leximin dhe të forcojnë identitetin kulturor dhe të rrisin ndërgjegjësimin për rëndësinë e librit. Nisma të tilla dëshmojnë se edhe në një epokë të dominuar nga teknologjia, libri mbetet një burim i pazëvendësueshëm i dijes dhe i zhvillimit personal. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë do takohemi në edicionin e orës 21. Deri atëherë, mirupafshim.